Sot kemi ardhur me një recetë shumë të veçantë për mua. Revani e pjekur, i themi ne nga anët tona, dhe kjo është receta e mamas time. Në shtëpinë tonë, kjo revani përgatitej gjithmonë me një seshte artizanale të bërë vetë nga gruri. Kjo niseshte është produkt unik dhe ka një shije dhe aromë të veçantë. Fillimisht do masim niseshten dhe sheqerin. Për këtë recetë sot kemi përdorur 250 gram niseshte të bërë vetë dhe 300 gram sheqer. Sigurohemi që të dy përbërësit t'i përzihen mirë bashkë. Në një tigan do shtojmë bajame, rreth 150 gram bajame dhe do t'i pjekim pak që të marrin një shije dhe aromë të veçantë. Nëse preferoni këtë recetë mund t'a bëni edhe me arra. Bajamet do t'i softojmë dhe do t'i bëjmë gati. Është e rëndësishme që gjatë përgatitjes së kësaj recete të gjithë përbërësit të jenë gati para se të fillojmë. Në një enë të bollshme që e kemi vënë në zjarr, do shtojmë 1 litër ujë dhe 2 lugë me gjalp të shkrirë. Gjalpi i shkrirë i jep një shije dhe aromë të veçantë. Sa herë që e pyesja maman pse hedh gjalpin në ujë, ajo thoshte se kjo ndihmon shumë që niseshtja mos të formojë kokriza. Gjithashtu edhe përzierja e niseshtes bashkë me sheqerin. Do hedhim shumë pak krip për lezet dhe do fillojmë të shtojmë niseshten me sheqerin pak nga pak duke e trazuar vazhdimisht. Në shumë receta preferojnë që niseshten ta tresin në ujë të ftohtë, por të them të drejtën unë preferoj metodën e mamas time, sepse konsistenca e përzierjes duket më mirë dhe në këtë mënyrë e shtojmë niseshten pak nga pak duke e kontrolluar dhe duke e parë gjatë gjithë kohës. Këtë recetë mund ta bëni vetëm me niseshte artizanale të përvet. Niseshtja e dyqanit ka konsistencë tjetër dhe ndoshta do t'ju duhem për masa të tjera për të përfunduar këtë recetë. Nëse preferonin që të përdorni këtë metodë përgatitje, të shtoni niseshten në ujin e nxehtë, një këshill e vlefshme që do t'ju sugjeroja është që në momentin që të filloni dhe të shtoni niseshten, gradacionin e vatrës së zjarrit duhet ta ulni në maksimum. Nuk duhet të jetë shumë e nxehtë, me qëllim që të bëjmë përzierjen ashtu siç duhet. Dhe në momentin që kemi mbaruar punë me përzierjen e niseshtes, e ngrem gradacionin dhe fillojmë e bëjmë pjekjen e revanisë në tenxhere. Shtojmë vaj ulliri, rreth 100 ose 150 ml vaj ulliri dhe pak vanilje për aromë. E trazojmë vazhdimisht që ta marrë vajin e ullirit në të gjithë masën e përgatitur dhe në fund do shtojmë bajamet e pjekura. Bajamet i japin lezet, shije dhe aromë shumë të veçantë. Kjo është edhe konsistenca se si duhet të duket para se të shtojmë bajamet. Hedhim bajamet e pjekura tek brumi i përgatitur i revanis dhe e trazojmë mirë me qëllim që të hapen në të gjithë masën e përgatitur. Kjo është edhe konsistenca se si duhet të duket para se ta shtrojmë në tavë. Tava është mirë që t'jetë e lyer pak me gjalp, e hedhim të nxehtë dhe e nivelojmë direkt. Sipër i kemi hedhur pak krem qumshti, nëse preferoni mund t'i hidhni edhe kos. Fura duhet jetë e nxehur të paktën 10 minuta para kohe në 240 gradë. Do ta pjekim për 45 ose 50 minuta derisa të marrë këtë ngjyrën e bukur dhe revanin me niseshte artizanale të bërë vetë e kemi gati ta shijojmë familjarisht. Faleminderit që më ndiqni, ju përshëndes.